Hëngri 2 vezë të zjera për një muaj çdo ditë dhe papritmas filloi të ndjente diçka që e la pa fjalë. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezëve të zjera është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë i ndodh organizmit kur ajo konsumohet në këtë formë? Njihuni në këtë video me përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i vezëve të zjera në dietën tuaj të përgjithshme. Veza do të ofrojë të paktën 210 mg kolesterol, ku zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt sepse yndyrat që përdoren në skuqe mund të shkaktojnë edhe rritje të niveleve të kolesterolit në organizëm. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e vezëve të zjera, si një nga alternativat më të çmuara ushqyese për të marrë përfitimet e tyre dhe për të evituar komplikacionet. Ekspertët thonë se një i rritur mund të hajë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për nivelin e kolesterolit. Ngrënia e vezëve të zjera si pjesë e një regjimi të kujdesshëm shëndetësor mund t'ju ndihmojë gjithashtu edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Andaj, përfshirja e tyre në dietën tuaj mund të jetë një element plus në betejën kundër kilogramëve të tepërt. Vezët e zjera do të ofrojnë gjithashtu yndyrna cilësore për organizmin. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat ndihmojnë gjithashtu edhe në ruajtjen e niveleve të kolesterolit, gjithashtu edhe uljes së riskut të problemeve të sëmundjeve në zemër. Këto yndyrna të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu edhe në rregullimin e niveleve të insulinës në gjak, e përrjedhojë edhe të niveleve të sheqerit në trupin tuaj. Për sa kohë veza shtohet në dietën tuaj, ju mund të keni përfitimet e saj edhe në një sër vlerash. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinave. Organizmi jon ka nevojë për proteinë në forcimin e muskujve dhe në strukturën e posaçme mbrojtëse të gjitha organeve dhe funksioneve të trupit tuaj. Ndaj konsumi i vezëve të zjera në dietën tuaj mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve, gjithashtu edhe në rritjen e rezistencës së trupit. Por mbi të gjitha organet e trupit mundësojnë një strukturë të posaçme mbrojtëse me konsumin e vezëve të zjera në menunët tuaj ditore. Vezët e zjera janë një nga alternativat më të mira ushqyese në betejën e organizmit për të marrë nivelet e duhura të proteinës. Edhe shëndeti juaj i syve do të përfitojë ndjeshëm me konsumin e vezëve të zjera. Një nga vitaminat më të rëndësishme që gjendet te veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore në ndihmën që jep retinës së syrit në thithjen e dritës dhe mbron membranën dhe ul riskun gjithashtu të prekjes nga dobësimi i shikimit ose verbëria. Nëse doni të keni kocka më të forta, në përditshmërinë tuaj duhet të shtoni vezët e zjera. Vezët e zjera janë të pasura me nivele shumë të mira të vitaminës D, vitaminë e cila është shumë e rëndësishme për të pasur kocka më të forta dhe gjithashtu më të shëndetshme. Vitamina D do të mundësojë kockave përthithjen e duhur të kalciumit në rregullimin e niveleve të kalciumit në trupin tuaj. Ky proces garanton që i gjithë skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë më i fortë dhe më i shëndetshëm. Vezët e zjera mund të kombinohen fare lehtë edhe me sallata, me spinaq, me patate, me pul, gjithashtu edhe me element të dobishëm të ushqyerjes të shëndetshme. Për sa kohë ju i shtoni ato në dietën tuaj, do të keni një sër përfitimesh mbreslënëse. Të zjera, të pjekura ose të skuqura, vezët janë një zgjedhje shumë e mirë për të marrë lëndët ushqyese në përditshmërinë tuaj. Teksa shumë njerëz stepen për të konsumuar për shkak të kolesterolit të tyre, ekspertët thonë se veza, nëse shtohet në dietën tuaj si duhet, atëherë mund t'i japë rezultate fantastike në betejën kundër një sër komplikacionesh dhe rritjen e rezistencës së trupit. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të marrë organizmi juaj nga konsumi të paktën 2 vezë të zjera çdo ditë?
që nga lëkura thonjë të deri te forcimi I sistemit tuaj imunitar. Veza është një përzgjedhje e shëndetshme ushqimore që mund të bëjë diferencën në dietën tuaj ditore. Vezët janë të mira për ata persona që duan të reduktojnë kilogramat e tepërt trupor. Studimet tregojnë se një mëngjes I pasur me proteinën e duhur ndihmon gjithashtu në reduktimin e urisë gjatë ditës, duke marrë më pak kalori gjatë ditës. Vezët gjithashtu do të ofrojnë nivele shumë të mira të proteinës, që do ju bëjë të ndjeni të ngopur gjithashtu edhe të lehtësoni marrjen e ushqyesve jo të nevojshëm në dietën tuaj. Çka do të jetë një alternativë shumë e rëndësishme për organizmin në betejën kundër kilogramëve të tepërt. Flokët, lëkurat gjithashtu dhe thonjtë tuaj do të përfitojnë ndjeshëm nga konsumi I vezëve të zjera. Vezët do të përmbajnë një sasi shumë të mirë të vitaminës B, përfshirë vitaminën B12, vitaminën B5, biotin, tiamin, riboflavin, që ndihmojnë në trupin e njeriu të jetë më I shëndetshëm, të ketë gjithashtu një lëkurë më elastike kundër dëmtimeve të rrullave dhe radikaleve të lira. Andaj përfshirja e vezëve të zjera në dietën tuaj në këtë aspekt mund të jetë një nga zgjedhjet më të mira që mund të bëni edhe për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Përfshirja e vezëve të zjera në dietën tuaj do të jetë një element shumë I mirë ushqyes, gjithashtu edhe për shëndetin e kujtesës. Vezët përmbajnë lloje shumë të veçanta gjithashtu edhe të vitaminave dhe kolinës, e cila është e vështirë të gjendet në ushqime të tjera. Ajo e mban të shëndetshme membranën qelizore dhe siguron gjithashtu edhe një funksion më të mirë të kujtesës. Sipas një studimi shkencor të Universitetit Cornell University, suplementi kolin që gjendet gjatë elementit të konsumit të vezës gjatë stallzanisë do të sigurojë funksionet më të mira të trurit dhe reagime më të mira të shpejta tek fëmia, duke bërë vezën një nga alternativat më të çmuara që mund të ndërmerrni në dobi të shëndetit tuaj. Vezët e zjera janë një produkt fantastik që nëse konsumohen në dietën tuaj në normën e rekomanduar ditore, vlerat e saj do të jenë të larmishme dhe gjithashtu të pazvendësueshme. Vezët e zjera janë një nga alternativat më të mira për shëndetin e njeriut. Sipas studimeve të publikuara së fundmi, ngrënia e 1 deri në 2 vezë të zjera çdo ditë është një sasi shumë e shëndetshme ushqyese e cila mund të japë rezultate fantastike në betejën kundër këtyre komplikacioneve dhe të rrisë gjithashtu rezistencën e trupit tuaj. Nëse po kërkoni të rrisni nivelin e proteinës, mund të konsumoni edhe më shumë vezë për sa kohë zgjidhni në mbikëqyrjen e ekspertit. Por jo të gjithë ekspertët janë të njëjtit mendim. Vezët duhet të konsumohen të plota dhe në formën e tyre të zgjerë. Vetëm kështu përfitimet e saj në mbrojtje të organizmit do të jenë të menjëhershme dhe gjithashtu do të reduktojnë një sër komplikacionesh. Vezët duhet të konsiderohen një burim I përshtatshëm edhe për shëndetin tuaj. Për sa kohë ato konsumohen brenda sasive të rekomanduara ditore dhe pa tepri, vezët mund të kthehen në një aleat të vërtet për shëndetin e njeriut. Një vezë e mesme ose mesatare përmban rreth 186 mg kolesterol dietik. Sipas udhëzimeve të dietës amerikane, njerëzit duhet të marrin gjithashtu edhe një sasi më të ulët të kolesterolit në dietën e tyre. Vezët përmbajnë përfitime më të mira ushqyese në dietën tuaj të përditshme. Vezët janë një burim I shkëlqyer I niveleve të larta të proteinës. Ato janë të larta gjithashtu edhe në vitamina dhe minerale, duke përfshirë këtu vitaminën A, vitaminën B, B12, vitaminën D, iodin dhe folatin. Shumë të rëndësishme këto element edhe në mbajtjen në kontroll të problemit të radikaleve të lira, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Vezët mund të konsiderohen një nga produktet më të mira ushqyese për dietën tuaj. Ju mund të shtoni 1 deri në 2 vezë të zjera çdo ditë. Kjo është alternativa juaj më e çmuar në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.